Komisionerja e Bashkimit Evropian për menaxhimin e krizave, Hadia Lahbib, ka paraqitur një paket që neve duhet ta kemi gjithmonë me vete, meqense jemi në prag lufte. Dhe është komplet qesharake. Duhet të kemi me vete ca shishe ujë, ndonjë petull, një çakmak, një elektrik dore, dhe këtë duhet ta kemi për 3 ditë. A thua se kjo është vajtje në një camping edhe si ta shtym 3 ditë dhe pastaj kthehemi prapë në shtëpi. Ndërkohë që kjo në fakt më tepër se sa një paralajmërim nuk është asgjë tjetër veç se ngjallja e psikozës së luftës, ngjallja e psikozës së frikës. Dikur në o Goebbelsi një nga këta krerët nazist thoshte që si ta bësh një fshatar i cili ka jetën e vet, ka atë biznesin e vet, që të shkojë në luftë ku më mira mund të kthehet pa një këmbë, pa një dorë, por me shumë probabilitet mund të lëjë jetën e tij. Do ta bësh që të shkojë në luftë duke e kërcënuar që mund të humbas gjithçka, mund të humbas edhe lopën, edhe shtëpinë, edhe familjen. Kështu që neve jemi në prag të një kërcënimi nga Bashkimi Evropian, i cili thotë që duhet të bëhemi gati për luftë, sepse lufta është e pragu. Në fakt, neve si shqiptar, nëse duhet përgatitemi se kemi hallin e serbit, po jo se mund të jetë një luftë në shkallë më të madhe. Dhe për këtë do t'ju them disa fakte. Por pse e bën komisionerja këtë? Komisionera e bën sepse ka një paket e cila shkon deri në 1.000 miliardë euro, e cila duhet të përdoret për rivënien në punë të industrisë së armatimit, për prodhimin e armëve të reja, për blerjen e armëve të reja. Dhe të gjitha këto para, duke qenë se buxhetet e shteteve janë një kullestër me vrima, ku tashmë një popullsi e plakur duhet të investojë në shëndetësi dhe në paketet sociale, duhet të mbushim mendjen e njerëzve që lufta është në prag. Dhe këto para duhet të merren borxh nga e ardhmja e tyre dhe duhet të shkurtohen buxhetet e shëndetësisë, të arsimit e të tjera që janë të ndihmës sociale. Por në fakt jemi në prag lufte. Ne kemi një luftë e cila është lufta Rusi-Ukrainë. Kemi një Ukrainë e cila po reziston. Kemi një Ukrainë e cila nga 51 milion u katandis në 41 milion në 2022 para se të fillonte lufta, nga 51 që ishte në 90-ën, në thënjeshën, kur u shkëput nga Bashkimi Sovjetik, humbi 10 milion për shkak të varfërisë, të krizës, së rënies së lindjeve, dhe ka humbur 20 milion të tjera për shkak të luftës, të vrarë, të vdekur, të ikur në perëndim, por kemi një Ukrainë e cila po reziston. Ka qenë shteti më i varfër i Europës, megjithatë ja ka dalë të rezistojë fuqisë nr. 2 të botës, me armatim të pafund në magazinat e saj. Kjo duke i dhënë armët e ndryshkura që kishte Europa në magazin. Pra, një Ukrainë ka bërë fuqinë nr. 2 të botës që të ngeci në batakun e luftës në Donetsk. Nuk po merr dot Pokrovskin, 70.000 banor. Nuk po e merr dot Rusia. Pra, kemi një Rusi e cila na trëmb Bashkimin Evropian, që mund të na dalë një ditë të bukur në Portugali. Një Rusi e cila në momente lufte shpenzon 150 miliard dollar ose euro, veni si doni, për luftën. Ndërkohë që Bashkimi Evropian shpenzon 350 miliard për luftën pa Shtetet e Bashkuara, për luftën. Tani, kjo Rusi, e cila është në këtë gjendje, një ditë të bukur do sulmoka dhe do dalë në Portugali. Kjo Rusi, e cila nuk po ja del dot me Ukrainën, shtetin më të varfër të Europës, por do t'ja dali të glabëroj Poloninë, e cila për momentin është shteti më i armatosur i Europës. Vetëm kohët e fundit ka marrë armatim të pafund. Ka marrë 250 tanke Abrams të blerë dhe 1000 tanke koreano-jugor me marrëveshjen që fabrika të ndërtohet në Poloni. Janë 200.000 ushtar aktiv, me një rezervë që mund ta mobilizojnë nga çasti në çast,
Por ndërkohë kemi edhe forcat të tjera të NATO-s të cilat janë arrestuar në vijën që fillon nga Polonia dhe përfundon në Rumani. Dhe një Rusi e telikosur që nga në gjendje që mbasi nuk po merr dot Ukrainën, ka marrë vetëm 20% të territorit, ku në luftën e fundit i bie që ka marrë vetëm diku te 11-12%, me një çmim shumë të madh të vdekurish, armatime, shhumbje e tjera e tjera. Çfarë është kjo? Kjo është vetëm një psikologji lufte për të shpenzuar ca para dhe na lëshojnë mufka të tilla që neve të përgatitemi për 3 ditë, aftuese do vemi në kamping me një çakmak, me një elektrik dore, me ca petulla, me ca fasho me vete, që tregon që kjo e cila është komisionere e krizave as e ka haberin se çfarë është lufta. Se në luftë nuk vehet me çakmak edhe me garza që blihen në farmaci. Lufta është një diçka e llahtarshme dhe cila nuk vjen dot kaq shpejt. Po ka projekte të cilat thonë që neve duhet përgatitemi që 10 vjet përpara për një luftë që mund të vijë më vonë. Rusia edhe mund ta bëjë këtë luftë, mbasi të ketë arritur objektivat e saj në Ukrainë, mund të dojë të shtrihet më tej. Por jo në ato vende në mënyrë të pa kriterë si që janë vendet e NATO-s. Jo, Rusia ka një ide që të grumbullojë rreth vetes për shkak edhe të rënies së numrit të popullsisë gjithë rusisht folësit. Dhe këta janë në Ukrainë, në Letoni, në Lituani, në Estoni, në Kazakistan, ka përqindje të mëdha rusisht folësish. Sepse janë rreth 30-40 milionë rusë të shpërndarë në përbot. Por deri këtu, nuk ka mundësi dhe s'ka fuqi të shkojë më tutje, sepse ka një problem të madh demografik. Po, mund ta bëjmë pas 10 vjetësh luftën Rusia, edhe neve duhet të fillojmë që tani të mobilizohemi, të armatosemi për të krijuar psikologjinë e deterrencës të frenimit të Rusisë që mos i hyjë një aventurë, po si bëhet kjo? 350 miliard janë mëse të mjaftueshëm. Por ti duhet t'i shpenzosh me shumë plan, sepse sot që flasim, Franca dhe Anglia shpenzojnë secila nga 60 miliard dhe nuk bëjnë dot një divizion secila. Nuk mbledhin dot një divizion. Pse? Sepse kanë futur aty policinë financiare, xhandarmerinë, çfarë nuk kanë futur brenda të shpenzimeve ushtarake. Në qoftë se këto shpenzime ushtarake do planifikohen mirë, do shpërndahen mirë, Europa ka tërësisht mundësi që ta përballojë këtë perspektivën e një lufte me këto buxhete që ka. Përndryshe, në qoftë të marri 1 miliard, ka rrezik që t'i plasi lufta nga brenda, sepse revoltat sociale pastaj do jenë është shumë të afërta. Një popull që është mësuar e hatë është shumë vështirë ta kthesh mbrapsht. Por mos u shqetësoni për luftën, nuk ka për të na ardhur shpejt. Neve nëse do kemi një problem me Serbinë, po Serbia me bërjen e një pakti, dhe kjo është një shenjë e mirë që u bë pakti Kroaci, Kosovë, Shqipëri dhe do bashkohet edhe Bullgaria, janë aleancat e vjetra, këto që funksionojnë vazhdimisht. Neve vazhdimisht kemi pasur boshtin Shqipëri, Bullgari, Turqi për t'ju kundërvënë boshtit Serbi, Greqi. Sot, për fat, Kroacia është shkëputur dhe është bashkuar në mënyrë që të fusin në një rreth të mbyllur Serbinë dhe për ta ndarë këtë bosht. Kjo është një gjë shumë e mirë, sidomos në momentet kur NATO-ja është në një vdekje cerebrale, në momentin kur shtetet po shkojnë drejt lidhjes së marrëveshjeve dypalqe, është një shumë shumë e mirë. Neve kemi nevojë të frenojmë Serbinë. Rusi nuk do na vinë ndonjëherë këtu, të paktën jo dhe për ca dekada. Si që thonë në fund, ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.